Mirë se erdhët të dashur peshqi në leximin e radhës të juaj. Duhet t'ju njoftoj që së shpejti do fillojmë me leximin e vitit 2026 dhe të shohim çfarë na pret, çfarë mund të bëjmë që të rregullojmë apo të bëjmë më të mirë se këtë vit që po e lëm pas. Leximin që kam vendosur kësaj radhe do ju lexoj Egon, një shuplak apo një dush të ftohtë të dashur peshqi për të gjithë. Këtu po flasim për lodhje mendore dhe arratisje të zgjuar, ta them kështu, jo shpirtërore. Kemi Temperance, 10 të shpatës, mbreti i shpatave dhe 6 i shpatës. Të dashur peshqi, ke lodhur veten duke bërë sikur je mirë. Ti përpiqesh të mbash balancën, e përzihen durimin me shtyrjen, qetësinë dhe nënshtrimin. Kjo nuk është paqe, është vetë fikje për të mos shpërthyer. Ti ke mësuar të përshtatesh aq mirë sa ke harruar çfarë do. 10 të shpatës të dashur peshqi, kjo është pika fundore. Mentale, emocionale, nervore apo sido që të doni. Jo, nuk është edhe një lodhje kalimtare. Është kulmi i një historie që ke zgjatur shumë. Të ka mbaruar durimi sepse ke mbaruar vetë. Mbreti i shpatave, po përpiqesh ta zgjidhësh gjithçka me mendje, analizon ndjenjat, i shpjegon, i arsyeton, por për peshqit kjo është kundër natyrës. Kur bëhesh shumë racional, është shenjë që ke mbyllur zemrën për të mbrojtur. Dhe 6 të shpatës, largim i domosdoshëm, jo arratisje. Dalje nga një situatë që të ka shtërruar. Kjo letër nuk flet për dramë, flet për një vendim të qetë, por përfundimtar. Nëse kthehesh apo nuk kthehesh më aty ku ishe, nuk do bësh më atë çfarë ke bërë, sado që dhëm, nuk kthehesh më aty ku ishe. Nuk je konfuz absolutisht, ti e di çfarë duhet lësh, por nuk do të përballesh me boshllëkun që vjen pas. Boshllëku shëron më shpejt se një situatë që të shtërron çdo ditë. Këtë mos e harroni. Ndalo së sakrifikuari për paqe falso apo fake. Mbyll kapitullin që të ka mbaruar. Largoju pa shpjeguar gjithçka. Nuk i detyrohesh askujt apo të gjithëve. Nuk është tradhti të largohesh nga ajo që po të vret ngadalë. Nëse do, absolutisht nëse dëshiron të jesh aty ku e meriton, të dashur.